Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis u bëri thirrje fermerëve të ulin bllokadat e rrugëve, duke theksuar se pagesa të konsiderueshme dhe mbështetje do të realizohen deri në fund të dhjetorit. Fermerët kanë vendosur bllokada rrugësh në të gjithë Greqinë për të protestuar ndaj mungesës së parashikuar prej 600 milion eurosh subvencione dhe pagesa të tjera nga Bashkimi Evropian. Këto fonde mbeten të ngrira për shkak të një hetimi për korrupsion në shpërndarjen e ndihmave bujqësore. Duke folur në një konferencë për shëndetësi në Athinë, Mitsotakis tha se qeveria e tij mbetet e hapur për dialog me fermerët, por kërkoi që bisedimet të zhvillohen pas zhbllokimit të rrugëve. Ai paralajmëroi se protestat rrezikojnë të kthejnë opinionin e gjerë publik kundër fermerëve, edhe nëse kërkesat e tyre janë të drejta. Dera e qeverisë është e hapur, u shpreh. Do të ishte mirë që dialogu të zhvillohej me rrugë të hapura, jo të mbyllura. Ne jemi të gatshëm për bisedime. Kërkojmë që fermerët të kenë përfaqësim të duhur, të vinë me kërkesa të qarta dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive. Mitsotakis pranoi vonesat në pagesat e subvencioneve, por tha se pagesat të konsiderueshme do të realizohen deri në fund të dhjetorit. Ai gjithashtu theksoi se çdo mas duhet të përputhet me rregullat e Bashkimit Evropian, duke theksuar gabimet e mëparshme në premtimin e fondeve që më pas nuk mund të justifikohen. Gjatë këtyre ditëve, fermerët dhe blegtorët në të gjithë Greqinë kanë intensifikuar bllokadat e rrugëve, me qindra traktorë të parkuar në autostrada dhe rrugë rajonale. Protestat përfshin gjithashtu bllokimin e porteve, pikave doganore dhe aeroporteve.